Ne prej vitësh jemi eksportues i fruta e perimeve jashtë vendit në Ballkan dhe Europë dhe siç e kemi parë nga fenomenet e fundit që kanë ndodhur me kamiona të cilat janë kthyer nga Kroacia për shkak të mbetjeve të larta të produkteve. Si fillimisht do të bëjmë gjithë thirrjeve faktorëve kryesor të cilët janë fermerët, të cilët duhet të kenë shumë kujdes në përdorimin e mbetjeve, në përdorimin e pesticideve, ushqyesve të bimës tyre. U bëjmë thirrje gjithashtu dhe agronomëve të qëndrojnë më afër fermerëve, t'i ndihmojnë edhe t'u mësojnë atyre se si të përdorin këto ingredient për të ndihmuar rendimentin, sepse në fundit çdo fermer do që të ketë sa më shumë rendiment dhe funditës të fitojë, por duhet patjetër që të ruhen çdo karencë në produktin e gjitha frutave dhe perimeve, pasi pasojat në fund i ha të gjithë eksportuesi. Fermeri pasi merr faturën lekuidohet dhe kamioni i cili kthehet me mbetje, shkaktari është përpunuesi i cili është eksportuesi. Po, çdo fermer është i pajisur me një numër NIPT-i, 80% e tyre. U bëjmë thirrje edhe 20 të cilët janë duke shitur mallin me lekë në dorë, sepse ky është një fenomen i vërtet, të pajisen me numër NIPT-i dhe pikat e grumbullimit, siç jemi ne, duhet të mbajnë përgjegjësi gjurmimin e produktit nga fillimi deri në fund. Pra, në momentin që malli vjen në magazin, ne do të kemi detyrim që të mbajmë në gjurmëshmëri produktin se nga vjen ky produkt, nga momenti që futet në magazin, që përpunohet dhe derisa të dalin në palet. Atëherë ju jeni një nga eksportuesit më të mëdhenj në zonë, ose grumbulluesit. Juve ju ka ndodhur një fenomen i tillë, t'ju kthehet një ngarkesë? Deri më sot ne nuk e kemi pasur këtë fat keq, por fenomene të tilla ndodhin pothuajse 2-3 herë në javë. Sa e dëmton imazhin e fermerëve shqiptar kjo? Nuk tani imazhi preket në mënyrë direkte, pasi çdo produkt që shkon jashtë është me etiketa, është aty tregohet çfarë lloj produkti është, kryesorja cilësia dhe nga vjen produkti. Dhe dihet që çdo produkt prodhohet nga fermer shqiptar. Ne duhet të rregullojmë patjetër mënyrën se si punojmë, të mendojmë në mënyrë më afatgjate, pasi fundja fundit ne nuk po e kuptojmë që ky është një zinxhir dhe nuk do të mendojmë sot për sot sa për të shitur produktin, por duhet të rregullojmë të gjitha problematikat që kemi, si nga fermerët, si nga pikat eksportuese, dhe të ndihmojmë në hapjen e tregjeve të reja, sepse me këtë lloj mënyre ne jo vetëm mbarvajmë tregjet që kemi, si Kroaci, për shembull, që po bëhen problemet, por ne do arrijmë që të kapim dhe tregje më të larta dhe të shesim produktin, mos kemi probleme me mosshitjen e produktit të fermerëve që ne bashkëpunojmë, por edhe të kapim një çmim më të lartë dhe të kapim rendimente cilësi më të larta. Cila është thirrja juaj për institucionet në këtë moment? Për institucionet, ashtu si fermerët edhe pikat e grumbullimit që secili nga ne duhet të mbajë një përgjegjësi, mendoja se institucionet duhet patjetër të vendosin rregullator, të ndihmojnë të vendosin një plan, të ndihmojnë fermerët duke i lidhur ata me agronomët, të bëjnë kontrollin e pikave të farmacive bujqësore, çfarë lloj produktesh ata janë duke shitur, çfarë lloj produktesh ata janë duke u rekomanduar fermerëve, dozat të cilat janë rekomanduar, a janë të licencuara këto farmacitë bujqësore apo jo. Këto, si dhe gjithashtu të mbajnë në kontroll gjitha pikat e eksportit nëse janë në gjurmëshmëri të produktit dhe fermeri duhet të mbajë përgjegjësi të plotë për produktin i cili ai shet.